Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. Si çdo herë falenderojmë Allahun, selamet, përshëndetjet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë Resulullahun deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, prej shkaqeve paksimit hajrit, shkurtimisht do t'i përmendim. Prej shkaqeve, prej sebepeve që paksot hajri në shtëpia tona, në shtëpitë e muslimanëve, s'ka bereqet, s'ka hajr, s'ka unitet, s'ka bashkësi, s'ka lidhje, ka inat, ka ngritje zërave, ka zënka, ka mos rahati. Familjarët nuk e qenë mirë njëri me tjetrin, burri me grua nuk e qenë mirë, fëmijët nuk e respektojnë babën dhe nënën. Dhe kështu të merat, në zënka të ndryshme të ndëruar vëllezër, dietarët islam na i kanë përmbledh disa shkaqe sebepe që nëse bon që to sene, vepron këto sene në mesin e shtëpijave të muslimanëve dhe në mesin e shtëpijave tona, dietarët islam të ndëruar vëllezër kanë thënë largohet hajri në ato shtëpia dhe futet sherri. E kur futet sherri atëre çka ka mo? Çka ka mbet? Nëse futet sherri në shtëpiat e muslimanëve çka kanë mbet? Dietarët i kanë përmbledh disa shkurtimisht do t'i them, njëra prej tyre prej shkaqeve largimit hajrit dhe bereqetit prej shtëpive të muslimanëve dhe futja e sherrit në për ato shtëpia të muslimanëve është të nderuar vëllezër al-maasi wal-atham, bërja e mëkateve dhe gjunave. Bërja e mëkateve dhe gjunave. Me pas kujdes telefon jot, me pas kujdes televizion jot, me pas kujdes fëmit e tu çfarë shikojmë, me pas kujdes çfarë ndëgjojmë dhe kështu të merat, me pas kujdes edhe gjuhët tona se si folim, çka folim, çysh folim. Mëkat mbi mëkat, mëkat mbi mëkat, gjuna dhe mos pendim, pastaj domethënë largohet hajri nga ajo shtëpi, vjen shejtani se minzi që spret shejtani mu fut në ato shtëpia ku nuk ka hajr, e këshyr që i ka sherr, pastaj fillon kapak me deviju familjen, me nxjerr për rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë mëkatet dhe gjunat. Saqë tregohet njëri prej tabiinëve, për aty në burrave të mëdhenj, i është afru vdekja. Ishte në dhomën e tij, edhe ju drejtu djemve, familjarve, ju la emanet, tha unë, o ju djemtë e mi, o i familja ime, thot unë këtë dhomë kom bo hat me Allahun, faktikisht kom bo hat me Kur'anin, thot kom bo hat me Kur'anin, e kom lexu Kur'anin 70.000 herë. 70.000 herë. Neve s'pojemi gjendje me bo një hatme, me thënë mrena mujit, apo mrena mujit Ramazan, po fillojmë edhe për lem gjys. Ky burr i madh porosi po ju len evladëve, djemve, pas arzve. Po do të më thonë që unë në këtë dhomë e kom adhuru Allahun 70.000 herë kom bo hatme, kom lexu Kur'an, sa me lashe kanë bezuar aty. Pi thot djemve dhe keni kujdes që mas vdekjes time mos i bëni gjuna Zotit. Unë shkoj vdes, po mos e mëkatoni Allahun subhanahu wa taala. E gjunat janë shkaqe sebebe që njeriu janë nxin zemrën, pastaj largohet hajri pi asaj shtëpisë, edhe hyn sherri, edhe devijimet, edhe mashtrimet nga shejtani i mallkuar. E dyta është hejrul Quran wa dhikr, për shkaqeve paksimit hajrit dhe bereqetit dhe unitetit dhe bashkësisë mesin e familjeve dhe hyn përçamja, atëre kur ajo familje dhe ajo shtëpi apo shtëpia tona apo shtëpia të muslimanëve, atëre kur e lënë Kur'anin pas dore, e bëjnë hejr Kur'anin. Edhe përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. S'ka Kur'an, s'ka lexim Kur'anit, s'ka ndëgjim Kur'anit, nuk ka dhikrë në ato shtëpia, s'përmendet Allahu, as në hymja, as në dalje, as në sofër, as kur e kryen, as nuk kërkojnë mbrojtjen nga Allahu kur futen edhe në dorë tulmia, në WC, nuk ka rrugje dhe kështu të me radhë. Atëre kur ajo shtëpi apo ato shtëpijet e muslimanëve kur e bojkotojnë Kur'anin, nuk e lexojnë Kur'anin, largohen prej përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, largohet hajri dhe futet sherri dhe futen përçamjet. Allahu më na ruaj sepse ajo familje dhe ajo shtëpi nuk është në mbrojtjen e Allahut, pastaj hyn domethënë në prekjet apo devijimet e shejtanit. Allahu më na ruaj. Kjo është e dyta. E treta, prej shkaqeve largimit hajrit dhe bereqetit dhe futjes sherrit në për ato shtëpia apo në për ato shtëpia të muslimanëve apo në për shtëpia tona, atëre kur
pronari i familjes, domaçini apo edhe të tjerë të bëjnë israf. Israf. Harxojnë me pakujdesje. Harxojnë me pakujdesje. Domethënë sot ka për shtëpiat muslimanëve gjuhët edhe harxhin ndoshta. Gjuhën sendet. Kjo është realitet të ndëruar vëllezër. E sot ka prej familjarëve, prej njerëzve, prej shokëve ton, prej akrabllokut ton, prej muslimanëve anë ban që ndoshta vujnë për ushqim. S'kan ushqim, s'kan bukë në magjet e tyre, s'kan miell në magjet e tyre. E neve ka për muslimanëve për fat të keq bëjnë israf e israfin se don Allahu subhanahu wa taala. Por muslimani duhet me qenë mesatar. Kur e harxhon duhet me harxhu mesatar. Mos me qenë edhe tamaçar shumë, po me qenë mesatar në pasurinë e tina. As mos me qenë shumë doshtërngum, po me qenë mesatar. E israfi në shtëpi, kush bën israf, harxhon shumë, atëra largohet hajri dhe zbret sherri. Gjithashtu tjetra prej largimit hajrit dhe bereqetit për asaj familje dhe hymjes sherrit, nëse ajo shtëpi apo ato shtëpiat muslimanëve nuk i rin gati pastërtisë. Nuk i rin gati pastërtisë. Mos pa pastërtia në ato shtëpia, atëre futet edhe shejtani. E ndërsa pejgamberi na ka treguar se pastërtia është gjysa e imanit. Me pas kujdes besimtari në shtëpinë e vet, obori i tij, dhomat me qenë të pastra, sepse aty adhurohet Allahu subhanahu wa taala, jo me qenë domethënë me erna, me gjëra që domethënë nuk na ka hije neve, apo me disa pije, me disa sene që dikush krenohet, me pas frigoriferin, me pije alkoholika, me diçka tjetër. Këto sende du të largohen të gjithat, erna që nuk i don Allahu dhe pejgamberi mu largue, të nderuar vëllezër. Edhe besimtarit dhe besimtarës du t'i vjen një erë mirë, jo dohon, jo sende që e prishin atmosferën e hymjes me lasheve në shtëpia tona. Me pas kujdes të nderuar vëllezër, shtëpitë e muslimanëve duhet me qenë të pastërta, sepse është prej imanit të nderuar vëllezër. Gjithashtu e fundit prej shkaqeve, paksimit hajrit dhe bereqetit dhe largimit hajrit dhe futjes sherrit në shtëpiat muslimanëve është mi largu fotografit që kanë shpirtra. E ki vendos atje fotografin e babës, apo nonës, apo djalit, apo vajzës. E di që është ajo dashuria në mesin e familjarëve, këto sende du të largohen, apo e ke një qenë kofshit të ndëruar, një shtëpin tonë, apo e ke fut mrena, nuk hynë me lachet. S'hynë me lachet. Qofshin ato fotografi me shpirtra, apo sukur që përmendëm, e ki një qenë që na ka ndaluar rrepsisht pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëra largohet hajri, paksohet sevapi, pastaj futet edhe sherrin ngadal me laçe tutën dhe largohen, edhe pas atij thuaj bres, po më shkon diçka mirë, s'ka bereqet, s'ka diçka, kontrollo shtëpinë tonë në çështjen e pastërtisë dhe kontrollo shtëpinë tonë në çështjen aty në zidave, me pas kujdes domethënë shpirtrat se ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thonë në ato shtëpi ku ka qenë dhe fotografi të njerëzve nuk hyn me laçet. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, elusim Allahun subhanahu wa taala që në shtëpiat tona, në shtëpiat muslimanëve Allahu ta zbret hajrin dhe bereqetin dhe t'i shtojt mirat mesin e familjarëve dhe mesin antarëve të familjarëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mesin e muslimanëve dhe shtëpiat muslimanëve Allahu xhelel xhelalu ta largoj sherrin ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala të smorit tan, Allahu t'i shëroj të vdekurit tan, Allahu t'i mshiroj rinin ton, Allahu ta udhëzoj të rejat ton, Allahu t'i udhëzoj ya rabbel alamin. O Allah, shtonë dashurinë ndaj teje dhe ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. O Allah, shtonë diturit dobishëm. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, na mundso që ta lexojmë Kur'anin, ta kuptojmë dhe ta praktikojmë, ti praktikojmë udhëzimet e tua ja Allah, dhe në mundsona ja Allah ta kuptojmë Kur'anin dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allahu, o Zoti, ndihmoj muslimanët anë mban ku kanë probleme dhe të lashe. O Allah, ndihmoj muslimanët anë mban ku kanë probleme dhe të lashe. Ja Allah, mbroji dhe ruaj shtëpitë tona nga shejtanët dhe vezveset
dhe nga magjit, o Allah, shto khairin, bereqetin dhe unitetin mesin e familjarëve, ya Rabbel Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.